Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A mundet që një shenje të jetë njëkohësisht edhe Zot absolut, por edhe njeri i kufizuar? A mundet që një shenje të jetë i përjetshëm, pa fillim dhe pa fund, por në të njëjtën kohë të ketë dhe fillim, të ketë dhe fund? A mundet që një shenje të jetë njëkohësisht edhe i gjithdijshëm, por edhe i paditur në të njëjtën kohë? Të krishterët thonë po, ndërsa muslimanët thonë se kjo është një kontradikt e qartë logjike. Të krishterët besojnë se Jezusi është edhe Zot, por edhe njeri në të njëjtën kohë. Prandaj në këtë video inshallah taala do shohim argumentet që përdorin krishterët për hyjninë e Jezusit. Do të shohim dhe se si muslimanët u përgjigjen këtyre argumentimeve me logjikë të pastër dhe arsyetim racional. Prandaj, pa humbur kohë, le të vazhdojmë. Për të folur për natyrën e Jezusit, duhet që më parë të njohim më mirë këtë doktrinë. Prandaj, për ta njohur më mirë, duhet të kthehemi pas në kohë, specifikisht në vitin 325, ku është mbajtur dhe këshilli i Nikes. Në këtë këshill, priftërinjt kanë debatuar se a është Jezusi Zot apo është njeri. Vetë nga ky debat kuptohet se priftërinjt e hershëm nuk kanë qenë dakord a është Jezusi Zot apo është njeri. Megjithatë, në këtë këshill vendosën se Jezusi është Zot. Mirë po lindi një diskutim tjetër. Si mundet që Jezusi të jetë edhe Zot, edhe njeri në të njëjtën kohë? Prandaj u mblodhën edhe një herë në vitin 451 në këshillin e Kolçedonit për ta debatuar dhe për të dalë në konkluzionin se Jezusi është edhe Zot, edhe njeri në të njëjtën kohë. Jezusi ka dy qenje, thanë. Ka qenjen e Zotit, ka dhe qenjen e njeriut. Këto dy qenje nuk janë të përzjera, janë të pandryshuara, janë dhe të pandara. Pra Jezusi është një person i përbërë nga dy qenje, qenja e Zotit dhe qenja e njeriut. Pra Jezusi është 100% edhe Zot, por 100% edhe njeri në të njëjtën kohë. Pra kjo është përmbledhja e natyrës së Jezusit. Tani le të flasim për argumentet që sjellin krishterët për të vërtetuar se Jezusi me të vërtetë është edhe Zot, edhe njeri në të njëjtën kohë, dhe do të përgjigjemi këtyre argumenteve logjikisht me lejen e Allahut. Argumenti i parë që përdoren krishterët është se Zoti është i gjithfuqishëm, është omnipotent. Dhe ai ka fuqi të bëjë çdo gjë. Mund të bëhet njeri, mund të bëhet çfarë të detë Zoti. E nëse themi se Zoti nuk mund të bëhet njeri, atëherë neve e kemi limituar fuqinë e Zotit. Mirë po këtu duhet sqarojmë diçka. Zoti mund të bëjë çdo gjë që është gjë dhe që nuk bie ndesh me natyrën e Zotit. Nëse ecim me logjikën e krishterëve, a mund të themi se Zoti mund të bëhet inekzistent? Apo a mund të themi se Zoti mund të krijojë një Zot më të fuqishëm se vetja? Nëse krishteri thotë se jo, atëherë themi se ju po e limitoni Zotin. Pse në rastin e parë thoni se Zoti mund të bëjë çdo gjë, mund të bëhet çfarë të dojë, e në rastin e dytë thoni se nuk mundet të ndodhë diçka e tillë? Pra, është një kontradikt e qartë. Nëse thoni në rastin e parë se Zoti është i plotfuqishëm për çdo gjë dhe mund të bëhet njeri, mund të bëhet edhe gjëra që neve mund të na vijë turp të themi këtu në video, atëherë duhet thoni se Zoti është i plotfuqishëm për të bërë edhe inekzistent. Mund të krijojë një Zot më të fuqishëm se vetja. Ajo që ju ndalon të thoni se Zoti mund të bëhet inekzistent, më duhet që t'u ndaloj të thoni dhe se Zoti mund të bëhet njeri. Po ashtu, atributet e Zotit dhe të njeriut janë reciprokisht përjashtuese. Prandaj nëse një qenie është Zot, detyrimisht përjashton mundësinë e të qenurit njeri. Përjashton mundësinë e pasjes së atributeve njerëzore. Kështu themi dhe për qenjen e njeriut. Nëse një qenje është njeri, përjashton mundësinë e pasjes së atributeve hyjnore. Nuk mundet që një njeri të ketë atribute hyjnore, pasi njeriu është i fundëm, është i limituar, është i vdekshëm. Nuk mundet që të ketë atribute që mund të ketë vetëm një qenje e pafundme, e pavdekshme, që nuk ka fillim, nuk ka fund, është e gjithditur.
Kjo shenje përjashton mundësinë e pasjes së këtyre atributeve të mangëta që ka njeriu. Pra për ta përmbledhur, nuk mundet që një shenje të jetë edhe Zot, me atribute hyjnore, me atribute perfekte dhe të larta, por edhe të ketë atribute të mangëta në të njëjtën kohë. Kjo është si thuar se kemi një formë edhe katrore, por edhe rrethore në të njëjtën kohë. Atributet e formave katrore përjashtojnë mundësinë e këtyre formave të kenë atributet e një forme rrethore. Po ashtu dhe atributet e një forme rrethore përjashtojnë mundësinë e kësaj forme të ketë atribute të formave katrore. Prandaj nuk mund të kemi një formë edhe katrore, por edhe rrethore në të njëjtën kohë. Ose kemi katrore, ose kemi një formë rrethore. Nuk mundet që të dyja të jenë bashkë në të njëjtën kohë, pasi atributet e këtyre dy formave e përjashtojnë njëra tjetrën nga të qenurit bashkë në të njëjtën kohë. Argument tjetër që sjellin krishterët është edhe analogji që mund të bëjnë me disa gjëra që i shohim në përditshmërinë tonë, siç është për shembull hekuri. Hekuri nëse lihet në zjarr, mund të fitojë vetinë e djegjes, siç e ka pra edhe zjarri. Prandaj hekuri mund të jetë edhe djegës në të njëjtën kohë. Ose sjellin shembullin e njeriut me shpirtin. Pra njeriu ka trup dhe shpirt. Trupi dhe shpirti përbëjnë njeriu. Mirë, po këto analogji nuk e përshkruajnë ashtu si duhet Jezusin, pasi siç e tham, Jezusi ka dy shenje, ato hyjnore dhe ato njerëzore. Dhe do të sqarojmë se pse këto analogji nuk janë të sakta. Siç e dim, trupi i njeriut është i përbërë nga trupi dhe shpirti. Mirë, po shpirti nuk është trupi, dhe trupi nuk është shpirti. Ndërsa krishterët thonë se Jezusi është Zot, Jezusi është edhe njeri. Dhe kur i referohesh Jezusit, i referohesh Zotit, i referohesh edhe njeriut. Po ashtu edhe hekuri. Kur i referohesh hekurit, nuk i referohesh zjarrit. E kur i referohesh zjarrit, nuk i referohesh hekurit. Po ashtu ka dhe diçka tjetër. Çfarëdo lloj gjëje që e zë trupin, ndikon edhe tek shpirti. Dhe çfarëdo lloj gjëje që e zë hekurin, ndikon tek zjarri. Nëse e fusim hekurin e nxehtë, i cili tashmë mund të ketë disa veti të zjarrit, e fusim në ujë, apo e godasim ato me çekiç, a e zë zjarrin diçka nga ajo që e zë dhe hekurin? Apo nëse njeriu uritet, apo etet, a e zë shpirtin e njeriut diçka nga ajo që e zë trupin e njeriut? Kështu pra edhe Jezusi dhe natyra e tij. A e zë Zotin diçka nga ajo që e zë Jezusin? Prej urisë, apo prej paditurisë, apo prej goditjeve që ka marrë, apo prej torturave që ka pësuar nga populli i tij? A themi se Zoti është dëmtuar nga ato goditja apo tortura? Apo themi se Zoti është uritur e etur siç është uritur e etur Jezusi? Nëse do të ecim me këtë analogji, atëherë Zoti që besojnë në të krishterët është një Zot që mundet të torturohet nga njerëzit, mundet të uritet apo të etet. Dhe ky nuk është Zot, sepse Zoti nuk mund të ketë atribute të mangëta apo atribute njerëzore kaq të limituara. Mirë, po nëse do të diskutosh me një krishter dhe do t'i parashtrosh atij këto argumente logjike dhe se si natyra e Jezusit është kontradiktore, do të vijë një moment që do të thotë se ky është një mister dhe se mendja e njeriut nuk mundet ta perceptojë. Mirë, po duhet kuptojmë se me të vërtetë natyra e Zotit është përtej asaj që ne mund të kuptojmë. Mirë, po nuk mund të jetë asnjëherë kontradiktore. Profetët e Zotit kanë ardhur dhe kanë folur qartë dhe na kanë përshkruar Zotin ton me gjëra që ne ndoshta nuk i kuptojmë. Pra kanë thënë se Zoti është i gjithë dijshëm, është i gjithë fuqishëm, ai shikon çdo gjë, ai dëgjon çdo gjë. Neve nuk e kuptojmë se si Zoti arrin të shohë çdo gjë, apo të dëgjojë çdo gjë. Neve nuk arrim ta kuptojmë se si është qenia e Zotit, apo si janë atributet e Zotit. Mirë, po profetët nuk na kanë thënë gjëra kontradiktore rreth natyrës së Zotit. Nuk na kanë thënë që Zoti është edhe njeri, edhe Zot në të njëjtën kohë, apo Zoti mundet që të mëshirohet me njeriu. Këto gjëra nuk i pranon logjika, dhe Zoti nuk na ka mësuar gjëra kontradiktore rreth natyrës së tij. As profetët e Zotit nuk na kanë ardhur
dhe na kanë thënë për gjëra kontradiktore të cilat kanë bënë me atributet e Zotit. Mirë po kanë ardhur me një mesazh të pastër dhe të qartë dhe kanë thënë se Zoti nuk ka asgjë që i përngjason atij. Prandaj, le t'i ndjekim profetët, le t'i ndjekim mësimet e tyre dhe të besojmë se Zoti me të vërtetë është përtej asaj që ne kuptojmë dhe është jashtë krijesave të tij. Nuk mundet që Zoti të mishrohet me krijesat. Kurani vazhdimisht na fton që ne të meditojmë, që ne të arsyetojmë, që neve të logjikojmë. E nëse Kurani na fton që të meditojmë apo të logjikojmë argumentet që sjell Kurani, si mundet të meditojmë apo të përpiqemi të logjikojmë diçka që është kontradiktore? Absolutisht Zoti nuk është kontradiktor. Absolutisht që Zoti nuk mundet që të vijë apo na mësoj gjëra që bien ndesh me logjikën e pastër dhe të qartë. Prandaj, i ftojmë edhe krishterët që të reflektojnë, që të meditojnë, që të arsyetojnë dhe të pasojnë logjikën e saktë, mos të pasojnë verbërisht ato që u është thënë, mirë po të vënë në pyetje këtë besim dhe doktrinë e cila nuk e pranon logjika e pastër e shëndosh. Prandaj, të ndjekim mesazhin e profetëve. Të besojmë se Zoti është një. Të besojmë se Zoti nuk ka asgjë që i përngjason atij. Të besojmë se Jezusi është profeti i Zotit. Të besojmë se Zoti e ka dërguar atë që t'i mësojë njerëzit të adhurojnë Zotin një të vetëm dhe mos t'i bëjnë shok atij në adhurim. Dhe se Zoti nuk mundet të jetë mëshiruar në të. Dhe as Jezusi nuk mundet të ketë atribute që i ka vetëm Zoti. Të ndjekim mesazhin e Jezusit dhe mesazhin e të gjithë profetëve si Jezusi dhe të njësojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, Zotin e vetëm të vërtet, Zotin e gjithësisë, walhamdulillahi rabbil alamin.